Rikthehemi në transmetim të drejt për drejt të nderuar shikues. Doja të shkoja në Turqi me Sokolin, sepse një zhvillim i rëndësishëm Sokol dhe mediat globale e kanë kapur menjëherë, ka qenë deklarata e presidentit Erdogan pas ceremonisë Fitër Bajramit, kur ai deklaroi qartë dhe prerë: Zoti e shkatroft Izraelin. Po, Franco, atë kam lexuar në fakt në Shqip, por Erdogani nuk e ka thënë një gjë të tillë. Vërtet? Erdogani e shkatroft kriminalin Benjamin Netanyahu dhe jo Izraelin, sepse vetë deklaratat e Erdoganit edhe të qeverisë e kam hasë në sa media shqiptare, por nga që jam turqisht njohës... E vërtet, absolutisht, dhe të falenderoj që e sqarove. Dhe ndjeka, Erdogan nuk e ka mallkuar Izraelin, e ka mallkuar sistemin sionist dhe Benjamin Netanyahu, dhe ato do të përgjigjen para të drejtës ndërkombëtare për krimet në Gaza, ka thënë, dhe për krimet tjera që po vazhdon të bëjë, por mallkimi i shtetit të Izraelit nuk ka bërë, sepse vetë Erdogani me ardhen në qeveri, po edhe me vit, domethënë deri para gjenocidit në Gaza, para 2 viteve e gjys, e shprehur vazhdimisht që Turqia është garantori jetik i Izraelit të qenurit shtet. Pra këtë duhet ta ndajmë nga ajo, ndoshta ka një rol nga përkthimi ose kush e ka përkthyer varet me çfarë synimesh e ka përkthyer, por nuk e ka thënë një gjë tjetër. Sokol, edhe një pyetje tjetër, kam lexuar gjatë javës, por edhe më herët, një deklaratë shumë të fortë të ish kryeministrit të Izraelit, Naftali Bennett, i cili shprehet: Turqia është Irani i ri, dhe ai e identifikon atë si objektivin e radhës me të cilin duhet të merret Izraeli për të siguruar jo vetëm mbijetesën e vet, por për të siguruar fuqinë e saj rajonale. Dhe kam lexuar gjithashtu që autoritetet turke nuk janë përgjigjur. Po, Franco, kjo është e vërtet, por si themi ne tashmë ata që janë në opozitë apo që kanë qenë në tyra shtetet dhe kanë rënë, tashmë janë, si themi, ish filani, ish ministri, ish kryeministri, ish generali apo ish profesori, ata flasin shumë tjerë sepse nuk janë në qeveri. E para dyta, marrëdhëniet Turqi-Izrael, edhe pse tonet janë shumë të larta tani për shkak të Gazës, apo edhe për konsum të mrenshëm, më shumë për konsum të mrenshëm turk, sepse dihet është 99% musliman dhe ka pas një rrymë shumë të fortë të gjithë rrymave rajonale, qoftë nga ana e shiite, por edhe sunite, kanë qenë radikale, të cilat Erdogani për 23 vjet, 24 vjet në pushtet ka arritur që mund të quhet, domethënë, të demokratizojë, të europeanizojë, pra por gjithsesi do t'ja marrë çik gazën edhe atyre, dhe me tonet e ashpra kundra Izraelit,